345 milion lek është fondi që qeveria ka vënë në dispozicion për dëmshpërblimin e 15 bashkive, të cilat u përballën me zjarret masive gjatë verës së vitit 2025. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu bëri publik shpërndarjen e fondeve, duke detajuar shumën që do të përfitojë secila bashki. Bashkia që përfiton shumën më të madhe është Kruja, me 146 milion lek, e ndjekur nga Gramshi me 86.6 milion lek. Fondi për bashkinë e Krujës, më i madhi në 14 bashki, përfshin edhe shlyrjen e detyrimeve të mbrapambetura nga fatkeqësitë të mëparshme. Malësia e Madhe do të përfitojë një fond prej 6.6 milion lekësh. Shpërndarja është bërë në bazë të bilancave që secila bashki ka hartuar për dëmet e shkaktuara nga zjarri. Edhe pse Delvina ishte një ndër më të prekurat nga zjarri, do të marrë vetëm 36 milion lek, të cilat deri më tani raportohet se do të shkojnë vetëm për dëme në banesa dhe stalla. Edhe Gramshi, që gjithashtu pësoi dëme të jashtëzakonshme, do të marrë vetëm 86.6 milion lek. Maliqi do të marrë 1.2 milion lek, fond që është parashikuar për 2 banesa të djegura, ndërkohë që dëmshpërblimi për këto banesa është kryer më herët nga vetë bashkia, në muajin dhjetor të vitit 2025 me fondet e saj. Nga ana tjetër, buxheti kërkuar nga Bashkia Maliqit për përballimin e situatës së zjarreve ka qenë rreth 70 milion lek të vjetra, por nga qeveria qendrore janë transferuar vetëm 12 milion lek, duke mbushur vetëm një pjesë minimale të nevojave. Nga ana tjetër, bashkitë me përfitime më të ulta janë Librazhi me vetëm 0.2 milion lek, Tepelena me 0.3 milion lek, Kuksi me 0.6 milion lek dhe Hasi me 0.7 milion lek.